Kujdes. Jepi. Tani për ta analizuar këtë veprim të shëmtuar, të përsëritur dhe të shëmtuar, doja të thoja që nga Krishti në fakt nuk e prisja sepse për dy arsye. Krishti e ka bërë një herë këtë veprim brenda shtëpisë dhe është penalizuar për këtë punë dhe nuk mendoja që do ta përsëriste. E dyta, e ka menduar Krishti një lojtar të qetë që e ka situatën në kontroll, veten në kontroll dhe nuk e prisja që Krishti të shkonte përsëri në këtë pikë. Nga ana tjetër më vjen shumë çudi se si ka mundësi këta mbajnë mend nga Big Brotherat e kalum veprimet më të poshtra, veprimet më të këqija, që s'ka lidhje me Bigun, s'ka lidhje me bashkëtesën. Dhe ajo që unë dua të them në këtë video është që shiko, Rogerti po e bën punën e tij. Domthonë Rogerti po i hap gropat këtyre. Rogerti po i provokon, po i çon në limite dhe po i detyron ata që dalin nga vetja dhe të bëjnë veprime të dënueshme. Dhe ja ku jemi sot. Te Krishti, ai që mund për shkak se më kishte shku mendja kur që mund ta bënte një gjë të tillë. Megjithatë, unë nuk e di se si do veproj vllai i madh me këtë gjën, por në këtë rast kemi të bëjmë me një veprim të përsëritur, të dënueshëm, të përsëritur. Dhe kjo e vë në pikpyetje të madhe qëndrimin e Krishtit në shtëpinë e Big Brother, sepse këto janë veprime që vijnë kur mbarojnë argumentet. Dhe nuk ma merrte mendja kur që Krishti do ishte në këtë pikë. Tani, ju do thoni, jo po Rogerti, jo po Krishti, jo po e ka fajin ky. Tani, Rogerti për atë punësh aty, do hapi gropa, vazhdon punën e vet. Këto s'duhet binë brenda. Krishti ra i pari.